Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë sulmuar Iranin e kjo ka sjellë edhe përshkallëzim të një situate në lindjen e mesme. Për të folur mbi çfarë po ndodh atje dhe çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, kam të ftuar në një lidhje direkte Spartak Topollaj, ekspert dhe ish ambasador i Shqipërisë në Egjipt. Zoti Topollaj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për jush për ftesën dhe natyrisht që ngjarja e këtyre 3-4 ditëve të fundit që ka marrë përmasa gati globale, ka tronditur gjithë botën dhe duhet pranuar që si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kishin paralajmëruar këtë sulm ndaj Iranit, bile kohë më parë, më punë javësh ose muaj, ishin ato që i treguan në një farë mënyre Iranit që nuk mund të prodhosh bombën atomike duke qenë një shtet diktatorial. Shtetet diktatoriale e përdorin pastaj, mund ta përdorin, se deri tani s'ka ndodhur. 2 bomba atomike janë hedhur në Hiroshima dhe Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kapitullimin e Japonisë në mbarim në gusht të 45-s, në fundin e luftës së dytë botërore. Pra atëherë nuk janë përdorur më. Por e vërteta është që nëse bombët atomike, armët bërthamore, bien në duar të diktatorëve, të çmendurve si Ayatollah Khamenei, ekstremist fundamentalist islamik, lideri suprem deri para 2 ditësh i Iranit, mund të jenë shumë të rrezikshme në përmasa botërore. Kjo është arsyeja që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli së bashku ndërmorën këtë akt natyrisht shumë të vështirë për ta përcaktuar me 2 fjalë, për të bombarduar Teheranin dhe bazat ushtarake, si edhe uzinat ku prodhohen raketat, qofshin edhe ato balistike, si edhe vendet ku pasurohet uraniumi. Të vetmet që kanë shpëtuar janë uzina ku mund të jetë duke u prodhuar, sepse kështu zotuan ata, bomba atomike, e cila mund shkaktoj pastaj pasoja tjera, siç ka qenë rasti i Chernobylit në Ukrainë që helmoi gjithë Europën me radiacion. Tani duhet thënë edhe kjo tjetra që regjimi iranian, regjimi totalitar i Ali Khamenei dhe ajatollahëve të tjerë, vrau me mira qytetar iranian që protestonin kundër këtij regjimi, për liri, për demokraci, për të drejta njerëzore, sepse ekstremizmi fundamentalist i tyre kishte arritur kulmin. Në këto rrethana kuptohet që regjimi në fillim nuk e pranoi, pastaj erdhi gradualisht duke pranuar dhe u prononcuar dhe për shifrat vrarësh, dhe në 2 variante pranoi në fillim 3600 të vrarë, pastaj e çoi këtë numër deri në 7000. Por burime serioze dhe të denja për të besuar e çojnë në 50000 të vrarë. Ky është krim i tmerrshëm dhe çnjerëzor. Të vrasësh 50000 shtetës të tu pse duan lirinë dhe demokracinë. Tani regjimi të ajatollahëve po i vinte fundi, por e donte një kolpo të fortë. Dhe këtë ja paralajmëroi presidenti Trump. Ik nga pushteti, bëni zgjedhje të lira, populli të zgjedhë atë që do, dhe po s'u largove ke vetëm një çmim për të paguar. Do vritesh vetë e do të vritet edhe djali. Kjo nuk ndodhi, ndodhi gjysma. U vra ky dhe në vend të djalit pati natyrisht fatin e keq, se nuk themi se është fajtore, vajza me dhëndrin dhe mbesa e Ayatollah Ali Khameneit. Mbas tij janë vrarë rreth 48 nga figurat kryesore të shtetit, të qeverisë, të shërbimeve sekrete, të policisë, të gardës kombëtare revolucionare pasdaran dhe të tjera e të tjera. Numri i vrarëve tani ka kaluar 300-t, por 48 janë personalitetet të cilët u goditën në rezidencat e tyre.
ku ata mendonin se njerë për njerë janë të paprekshëm. Në këto rrethana, Ajatollah Khamenei, para se të vriti, urdhëroi që Irani të qëllonte edhe mbi një grup vëndesh arabe, pjesë e Ligës Arabe, vende që natyrisht s'kan asnjë lidhje me ngjarjet, por si shantazh dhe për të detyruar Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndalin, në fakt bën të kundërtën, pra të ndalin bombardimet, ata goditën Abu Dhabin, Dubain, pra Emiratet e Bashkuara, Bahreinin, Katarin, deri dhe Omanin, deri edhe në Qipro, një bazë angleze, por ajo që duhet pranuar, se Izraelin patjetër që do i godisnin të parin, tentuan të godasin edhe një nga 2 aeroplanmbajtësit, Lincolnin, që është një nga më të mëdhat, dhe ajo që po afrohet në Gjirin Persik është aeroplanmbajtësia më moderne dhe më e madhe amerikane me mbi 100.000 ton, e quajtur aeroplanmbajtësia Gerald Ford. Këto për fillimet, se si do zhvillohen ngjarjet, se si do shkojnë fatet e kësaj lufte absurde për islamikët fundamentalist, por të drejtë në këtë rast, për të vendosur që populli iranian të zgjedhë atë që do, të ketë të drejtën dhe lirinë e tij, natyrisht që e kanë amerikanët, e ka dhe Izraeli. Sepse Irani është një shtet i madh me 93 milion banor, me 1.628.000 km², me një kryeqytet me rreth 16 milion banor, me gjithë periferinë të Teheranit, një shtet me një GDP jo të vogël, rreth 3 trilion dollar shkon prodhimi përgjithshëm bruto i Iranit, por edhe një fuqi gati atomike. Ky popull duhet lënë i lirë, të zgjedhë këtë doj, ka një histori të lavdishme mbi 7-8.000 vjeçare, që pak vendet mos themi është më i vjetri nga vendet e civilizuara, pra me qytetërim racional. Dhe një nga kulmet ishte kur perandoria perse, sepse emri vërtet i Iranit është Persia dhe banorët janë persët, sot i quhen iranian, që të paktën nga 1935, kur u quajt Republika e Iranit, nuk është më perandori. Ky shtet me histori të lavdishme, me betejë të mëdha deri dhe me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë në vitet 334 para 34-33 para erës son. Pastaj nga shekulli 6-7 u shfaqën për herë të parë arabët në këto zona dhe erdhën për ta islamizuar Persin. Por islamizimi u bë nga sekti musliman i shiitëve, dhe këta janë shiitë. Në Iran ka dhe grupe të mëdha të tjera popull, siç janë për shembull kurdët. Ata janë ndarë në 4 shtete: Turqi, Iran, Irak dhe Siri. Tani të vim në shekullin e 19 u bën përpjekje të mëdha, sepse me pasuritë e jashtëzakonshme, sidomos të naftës, me shoqëritë britanike po dhe të tjera, Irani ishte shumë i lakmuar dhe pati zhvillime derisa nga fillimi i shekullit të 20, pasi edhe u bën 2-3 revolucione iraniane të popullit për shtetëzimin e naftës nga British Oil Company e tjera. Erdhën ngjarjet deri nga 35-a, kur në pushtet erdhën dinastia e Khanëve Pahlavi ose Palevi. Shahu i Iranit sundoi për shumë vite Reza Shah Pahlavi, Mohammad Reza Shah, i cili për
koincidencë, por natyrisht edhe s'mund ta mohojmë që i dha emër edhe shqiptarëve, sepse ai u martua me motrën e mbretit Faruk dhe vajzën e mbretit Fuad, bukuroshen e jashtëzakonshme Fauzia, që mbetet e dokumentuar kjo si mbretëresha më e bukur në botë e të gjithë kohrave, sepse ato tjera që nga Helena e Spartës e me radhë, ne nuk i kemi parë se në atë kohë s'kishte as fotografia, as film, as tjerë, ndërsa Fauzia ka vdekur në 2013 dhe unë pata fatin të takoj në Aleksandri, në pleqëri të thellë, por ajo nuk pranonte të fotografohej që nga viti 40 i jetës së saj. Nuk donte që të humbte pamja dhe bukuria e saj. Ajo u divorcua pas 15 vjetësh me shahun e Iranit, Muhammad Reza Shah, dhe u martua më pas, u kthye në Egjipt te i vllai, mbreti Faruk, dhe u martua me ministrin e tij të mbrojtjes, po dhe ky me origjinë shqiptare, kolonelin Ismail El Shirin, me cilin ka 2 djem. Me shahun kishte vetëm një vajzë. Pra, duam opozuam ne edhe me Iranin del lidhja. Por Irani vazhdoi rrugën drejt, si thuaç, demokracisë dhe në 53-54 në krye të Iranit u bë kryeminist, erdhi si kryeminist Mohammad Mossadegh. Ky ishte një demokrat i majt, natyrisht në atë kohë, i nxitur edhe nga Bashkimi Sovjetik Stalinian, dhe të cilin e kishte aty afër, sepse kufit e Bashkimit Sovjetik janë afër me Iranin, kuptohet që janë Azerbajxhani e këto, Turkmenistani e tjera tjera, por në atë kohë ishin republika të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Dhe nuk shkoi gjatë, rreth 2 vjet ndonjë Mossadeghu kryeministër, e përmbysën, bile arrestuan dhe e dënuan me vdekje, pastaj ju fal jeta dhe ka vdekur në u burgos dhe ka vdekur në Teheran në 1967, Mossadeghu. Ndërsa shahu i Iranit u përzu nga vendi, u përmbys regjimi i tij me ndihmën e madhe të Francës, e cila mbante dhe frymëzoi dhe e sponsorizoi ardhjen në pushtet të Ayatollah Khomeinit, një fundamentalist ekstremist islamik, i cili solli pushtetin e Ayatollahve, e kaloi vendin në një ekstremizëm shiit islamik të papar, me kufizime të jashtëzakonshme të lirive dhe të drejtave të njeriut. Edhe shahu kishte kusure dhe gjunahet e veta, natyrisht, sidomos pushteti i tij autokratik shuaj për policinë sekrete Savak, e cila ishte një formë si sigurimi i shtetit në Shqipëri, ose në KVD-ja dhe KGB-ja sovjetike e Stalinit, por me ardhjen e Ayatollah Khomeinit në pushtet, i cili derisa ndroi jetën ndonjë në krye si lider suprem i Iranit, erdhi në 79 dhe ndroi jetën, vdiq në 89, edhe ky me këtë ekstremizmin edhe me këto pasdaranët revolucionar të gardës edhe polici e tjera, ishte jo si shahu, po edhe shumë më keq se shahu Pahlavi. Me vdekjen e atij, ai zgjodhi si pasues, pra si lider suprem, Ali Khamenein, për cilin edhe e nisëm bisedën e përbashkët. Ali Khamenei erdhi duke e thelluar ekstremizmin islamik fundamentalist në Iran, derisa disa herë kanë shpërthyer revolta, po më të mëdha ishin këto të para pak javëve, ku edhe u vran zyrtarisht, nga këta pranohet numri 7.000, por në të vërtet rreth 50.000 djem dhe vajza dhe mijëra fëmijë, pleq, plaka, etj. Në këto rrethana, ky regjim, siç e thash në fillim, arriti kulmin e egërsisë së sundimit, kreu dhe masakra kaq të mëdha, dhe me gjithë paralajmërimet e Shtetit Bashkuar dhe provokimet që ky bënte, sidomos ndaj Izraelit, atëherë Izraeli u bë gati ta sulmoj, ta bombardoj Teheranin, Iranin, por në mënyrë të veçantë Teheranin, dhe alati më i madh i Izraelit dihet
që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump e kishte paralajmëruar, siç edhe e thash, që do të të vrasim ty dhe edhe djalin, dhe filluan bombardimet duke realizuar eliminimin fizik mbas shpërthimeve shumë të fuqishme me raketa dhe nga avion F-35 mbi rezidencën presidenciale dhe mbi rezidencën e liderit suprem, ku u vra ai, thash, dhëndri, vajza, dhëndri dhe mbesa. Tani duhet pranu që ata në fillim donin të gënjenin. Jo që nuk është vrarë, thamë, po do mbaj fjalim në darkë. Në të vërtetë ai mund të ketë mbajtur në i fjalim, po do të ketë mbajtur në ferr, sepse që ai ishte vrarë u vërtetu shumë shpejt dhe u shpall, u pranua edhe nga presidenti Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, i cili shpalli dhe 40 ditë zije kombëtare. Ndërsa gjysma iranianëve qanin, gjysma qeshnin, gëzonin, lodronin, pra hidhnin valle, kërcenin, e këndonin për vrasjen e liderit Gjahil, liderit suprem Ali Khamenei. Por nuk u vra vetëm Khamenei, siç thash, dhe 40 të tjerë, përfshi ministrin e mbrojtjes Masud, shefin e shtatëmadhërisë së ushtrisë, generalin famkeq Shakani, shefin e shërbimit sekret të ushtrisë, shefin e shërbimit sekret shtetëror, shumë nga generalet e këqij dhe të egër iranian, gjithsej 48 deri tani. Por presidenti Trump deklaroi që ne do ta zgjasim luftën derisa për 4-5 javë regjimi iranian të jetë përmbysur i tëri dhe populli iranian të marrë në dorë fatet e vendit, udhëheqjen e tij dhe të fillojë procesin e madh të demokratizimit nëpërmes lirisë dhe të drejtave të njeriut, siç ka ndodhur edhe në shumë vende të tjera. Ajo që është interesante, duhet thënë se këto provokime të rënda dhe shantazhet që po bën Irani në vendet fqinje, vendet arabe, duhet na prekin edhe në një drejtim, se për shembull në Dubai dhe në Abu Dhabi ka rreth 1500 shqiptarë. Dhe shteti jon s'po bën asgjë, do ju ndihmoj, thot ambasada dhe konsulata. 1 milion njerëz janë në tokë dhe 5000 avion nuk janë ngritur në gjithë botën për shkak të kësaj krize të madhe që ka ardhur. Ndërsa Italia, që ka 20.000 italian në Emiratet e Bashkuara, ka marrë masa të jashtëzakonshme për t'i kthyer shtetasit e vet, për t'i siguruar, ndërsa ne pothuajse asgjë, 1500 janë banor në Dubai, janë rezident, ndërsa 1500 janë turista, por që kanë ngelur atje dhe nuk e dim se ç'do ndodh me ta. E fundit që duhet të them është se perspektiva e kësaj lufte të rrezikshme, që mund të marrë për masa tjera, duket dhe nga fakti se pikërisht në këto ditë është riacaruar konflikti afgano-pakistanez, ku aviacioni pakistanez ka bombarduar deri dhe Kabulin dhe janë vrarë me qindra afgan. Afganët janë përbetuar se do hakmerren me akte terroriste tipike, siç bëjnë zakonisht talibanët duke vënë bomba, mina e tjera, ose duke përdorur dhe dronët për të eliminuar objekte të rëndësishme dhe strategjike ushtarake, po qofshin ato civile, rezidenciale, qeveritare. Kështu që konflikti rrezikon, askush nuk mund të thotë që nuk ka rrezik tjetër. Nga ana tjetër, do themi që Izraeli sulmoi një nga viglat më të zellshme dhe më të devotshme të iranianëve, të ajatollahëve dhe të shiit dhe të shtetit islamik, Republikës Islamike Iraniane, Hezbollahun e Libanit, i cili gjithmonë është furnizuar me armë dhe me para nga Irani. U vran 31 komandante dhe drejtues të Hezbollahut, përfshi dhe komandantin e tyre kryesor, dhe u plagosën 149 të tjerë.
Këto janë zhvillimet më të fundit që ka ndodhur. Europa ka mbajtur një qëndrim disi të çuditshëm. NATO-ja si mas sekretarit përgjithshëm Rute nuk do të përzihet, por natyrisht është gjithmonë në anën e Shteteve të Bashkuara, që është fuqia më e madhe e NATO-s. Po kështu, Franca po afron drejt gjirit persik dhe ngushticës së Hormuzit, të cilën iranianët janë munduar ta bllokojnë, që aty kalon 1/5 e naftës në botë. Kanë prur anijen e madhe, aeroplanmbajtësen më të madhe dhe më moderne tyre, Charles de Gaulle. Po kështu, edhe Britania e Madhe, Gjermania, Italia janë shumë të vëmendshme dhe po presin se si do zhvillohen ngjarjet dhe duhet mbajtur një qëndrim absolutisht i padiskutueshëm. Enigmë mbetet vetëm qëndrimi i Turqisë, e cila është një fuqi e madhe ushtarake, një nga fuqitë më të mëdha të NATO-s me 650 deri 750.000 ushtarë, me të gjitha armët prej ashtu. Edhe avionët F-35 i ka marrë nga Amerika, prej ashtu vetëm armët atomike, bombën atomike, C-400, të tjerat i ka, por presidenti autokrat Erdogan po hesht. Është e çuditshme kjo. Megjithatë, thash, do presim, këto ditë do kemi patjetër zhvillime dhe urojmë që të ndalen edhe bombardimet nga të gjitha palët, të jenë njerëzit e lirë, të kthehen ata që kanë mbetur atje, të huajt në vendet e tyre, por dhe kryesorja e kryesorëve është që populli iranian të fitojë lirinë dhe të drejtat e tij, të bëjë zgjedhje normale, demokratike, të fitojë pushtetin ai që e meriton me votë të lirë, dhe jo ajatollahët, të cilët tani po përgatiten si kryetari i Këshillit të Sigurisë Larijani, si një nga drejtuesit kryesor Ali Riza Arefi dhe djali i Komeinit, të bëhen pasardhës të tij. Më i mundshmi është ky i fundit, Ali Reza Arafi. Djali më duket se u spostua ose është tërhequr nga trashëgimia e fronit të liderit suprem. Zhvillimet do t'i kemi patjetër nga ora në orë, do t'i ndjekim, dhe ne si qeveri shqiptare na takon të mbajmë një qëndrim të prerë, dhe qëndrimi në një farë mënyre në pamje të parë është mbajtur, por qëndrimin më të fortë dhe më të sakt ndaj regjimit obskurantist të ajatollave ka mbajtur Partia Demokratike dhe me liderin e saj Berisha, dhe ndërkohë që po bëhen të gjitha këto përpjekje nga bota demokratike, nga aleati ynë strategjik, kryeministri jonë, që është bërë dhe ai një lloj ajatollahu, kryetari të gjithë presidiumeve në Shqipëri dhe që komandon çdo gjë, heqe vë këdoj, shkatron e ndërton kudo e si do, ai shkon dhe bën një kryartikull në gazetën më të madhe të Europës, të Gjermanisë dhe Europës, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dhe me kë e bën? Me presidentin serb Vučić, Goebbelsin e Hitlerit. M'fal, Goebbelsin e Miloševićit. Pra, ai është Goebbelsi i Miloševićit. Njeriu që ka përgjegjësi gati sa vetë Miloševići, kryekasapi i Ballkanit, si Goebbelsi i tij, që gënjeu gjithë botën për krimet e tmerrshme në Bosnjën, Kroaci, dhe ajo që na intereson akoma më shumë, jo se në vlerësojmë ato krime dhe gjenocidin atje, në Kroaci dhe në Bosnjë, por ajo që na intereson është Kosova. Jo vetëm që nuk e njeh, po ky është pjesë e propagandës që gënjeu botën dhe pjesë e krimeve të tmerrshme dhe gjenocidit të krye kasapit Ballkanit Milošević në Kosovë, ku u vran 13.000 shqiptar, djem nënësh, ku u përdhunuan 20.000 gra dhe vajza, ku u dogjën dhe u shkatruan 188.000 objekte, shtëpi dhe objekte social-kulturore, ku u përzun me forcë, u deportuan me forcë rreth 1 milion shqiptar në Shqipëri, Maqedoni dhe në Malzi, por kryesisht në Shqipëri, ku 1673 luftëtar ose qytetar të shqiptar të Kosovës janë edhe sot e kësaj dite të pagjetur, pra pa varr të tyre, hedhur në varret përbashkëta në për rrëket e lumenjve dhe
kodrat e malet e Serbisë, dhe akoma Serbia vazhdon të mos i identifikoj vendvarrimet e tyre të përbashkëta, pra varret masive, dhe të mos tregoj ku janë dhe si janë. Bota, të jemi të sinqert, e llaston Vučićin në mënyrë më të çuditshme, se si mund të llastohej Goebbelsi dhe si mund të bëhej ai presidenti i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore. Një zot e merr vesh, por këtë po e llastojnë, dhe kulmi është se e llaston dhe e konsideron mik për kokë kryeministri ynë Edi Rama. Me këtë që bëri, i vuri vulën të vërtetës së madhe që ai është një demagog, një super demagog, dhe me hipokrizi më të madhe tashi që bëri dhe vizitën në Kosovë, hiqet sikur ju dëgj barku për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Kresniqin, Recep Selimin, edhe të tjerët që janë në gjyqin ndërkombëtar të Hagës, që është një gjyq i poshtër për hir të vërtetës, rreptësisht i padrejtë, ku po dënohet viktima dhe nuk po dënohen kriminalët serb. U dënuan ja 3-4, Miloševići, siç e dim, vdiq në burg, janë dënu Karaxhiçi, Mladiçi edhe janë 2 tjerë, ndërsa këta dënojnë tani ata që luftuan për liri, për pavarësi të Kosovës, për demokraci, si një drejtë legjitime, themelore e shtetasve të një vendi që historikisht është i padiskutueshëm që është shqiptar, me histori, me territor, me gjuhë, me tradita, me kulturë, e tjerë, e tjera. Pra kjo ka qenë e pafalshme. Dhe kryeministri jonë shqetësohet shumë për vilën e Enver Hoxhës, se ju thyen 2 xhama dhe u dëgj një koltuk nga molotovët e protestuesve, që me të drejtë atë simbol të urrëties së madhe ndaj regjimit gjakatar stalinist Enver Hoxhës e shpërthyen atje në këtë mënyrë, por nuk është se u bën ai dëm. Dhe kulmi është se disa ambasadorë, me në krye ambasadoren e Francës, në mënyrën më të pabesë dhe më të papranueshme si ambasador të një shteti demokratik, siç është Franca, një shtet i madh me 250.000 vjet demokraci, që nga 1789, kohën e revolucionit pat me Robespierrin, ajo ishte shqetësuar shumë për vilën, se që nga një fondacion gjoja kulturor atje, që Edi Rama në fakt ja dha Mogherinit, një super të korruptuar e marksiste-leniniste, ish komisionere jashtme, që është dënuar, u arrestua bile, edhe u la në arrest shtëpie për vjedhjet dhe shpërdorimet që ka bërë kur ishte në Bruxelles me mision, dhe ajo u shqetësuar dhe harroi të na kujtoj se në Francë, konkretisht në Parisin e saj, një nga kryeqytetet e famshme të botës, gilet jaune, jelek verdhët, për 7 ditë net e dogjën dhe e shkatruan Parisin. Thyen dyqane, supermarkete, dyqanet luksoze të modës së Parisit, vodhën, plaçkitën, dhe se dëgjuam këtë ambasadore thot një fjalë. U thyen 2 xhama te vila Enver Hoxhës, po është e çuditshme kjo, dhe disa gjëra duhen thënë, edhe gjuha diplomatike nganjëherë është e drunjtë, por gjërat duhen thënë troç. Kjo është e gjitha i nderuar. Zoti Topollaj, kam një pyetje më saktë lidhur me lindjen e mesme, po me Iranin konkretisht. Sa rrezikohet Shqipëria nga një sulm i mundshëm nga Irani, pasur parasysh që në Shqipëri ndodhet dhe opozita e Iranit? Pra, a jemi në rrezen e veprimit të raketave iraniane? Jo, e kuptova pyetjen, po i bie shumë shkurt, sepse shoh që edhe bateria e celularit po bie, po do ta them edhe këtë. Ata nuk mrin dot deri në Shqipëri njerë, me gjithë raketat e tyre balistike, që tani janë që orientuar, janë në kaos, anarkie, s'kan nge të merren me Shqipërinë. Ata bën poshtërsisht ambasada e tyre dhe sulm kibernetik ndaj sistemit ton kibernetik, por nuk kanë as forcën, as mundësinë t'i bëjnë asgjë Shqipërisë. Ata shumë deri aty afër në Izrael e këtu mund të bëjnë një dëm, në një raketë ose dron po mbriti në këto vendet arabe, që tashi po bëhen bashkë dhe po bien dakord që të mbrohen kolektivisht si shtete dhe të përballen me çmendurinë e regjimit të ajatollave, regjimit fundamentalist islamik. Për mendimin tim, Shqipëria nuk ka asnjë rrezik. Edhe pse janë iranianët, mujahedinët këtu në Manz,
në kampin e tyre, por nuk ka asnjë rrezik. Për këtë jam pothuajse i bindur me aq sa di dhe njoh unë se jetova 5 vjet në rajonin e lindjes mesme, edhe kemi vizituar Sirinë me radhë, sepse edhe Siria ti e di që pati ngjarje u përmbys regjimi i Asadit e tani ka ardhur një regjim i ri i cili vërtet përbëhet nga luftëtar edhe ai ekstremist, por që i kanë thirrur mendjes dhe janë kthyer ndërtimit të një Sirie të re, ndryshe nga regjimi i Asadit, një regjim gjithashtu kriminal, gjenocidial i ekstremit islamik. Dhe ata ishin shiit. Asadi përbënte ekstremin e islamizmit dhe musulmanizmit shiit. Kështu që duke dash ta mbyll them se nuk ka rrezik, por ne duhet jemi gjithmonë vigjilent, duhet jemi natyrisht dhe jemi për krah NATO-s dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës në të drejtën që kanë për të mos lejuar këtë klan të ekstremistëve ta rimarrin përsëri pushtetin nëpërmjet, sepse pushteti religjioz islamik atje është shumë i fuqishëm. Presidenti Pezeshkian, Masud Pezeshkian dhe të tjerët, ministri i jashtëm Arakçi dhe të tjerë janë më shumë formal, se pushtetin e kanë në dorë Ayatollah me në krye Ali Khamenei, i cili tani pritet të zëvendësohet për të marrë në duart e vet pushtetin mbas 40 ditëve që janë shpallur ditësie kombëtare. Kjo është e vërteta. Le të presim, le të shikojmë, të përpiqemi një herë të kthejmë vëllezërit e motrat tona në Shqipëri, që janë në Emiratet dhe në këto vendet përreth ku rreziku ekziston. Falenderoj shumë për intervistën dhe gjithë analizën e detajuar që bët këtu me mua. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju dhe uroj çdo të mirë, shëndet e mbarësi.